Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin e datës 28 qershor 2025 për secilën shenjë. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë. Sot, dashi ndodhet në ndikimin e një lidhjeje të harmonishme mes Merkurit dhe Neptunit, që sjell një energji të butë, krijuese dhe ndihmuese në komunikim. Do të ndihesh më i lirë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tua, dhe njerëzit përreth do të jenë më të prirur t'i dëgjojnë dhe t'i vlerësojnë ato. Është një ditë ideale për të ndarë një ide të bukur, për të bërë një hap drejt një lidhjeje romantike, ose për të vendosur paqe në një marrëdhënie që ka pasur tensione. Fjalët sot kanë fuqinë të qetësojnë, të ngushëllojnë dhe të ndërtojnë ura. Ka shumë mundësi që të ndjesh një nevojë më të thellë shpirtërore dhe mendore për kuptim. Mund të tërheqin tema që lidhen me artin, dashurinë, shpirtin apo misteret e jetës, dhe kjo mund të të çojë drejt përvojave të reja që të pasurojnë emocionalisht. Nëse ke pasur ndonjë mosmarrëveshje të vjetër me dikë, kjo është një ditë shumë e mirë për të folur hapur dhe për të gjetur zgjidhje. Mirëpo, pas dite, energjitë ndryshojnë. Merkuri hyn në një opozit të tensionuar me Plutonin, dhe kjo mund të sjellë konfrontime mendore, debate të forta apo ndjenjen se dikush po të sfidon ose po përpiqet të dominojë mendimin tënd. Kujdes nga bisedat që mund të kthehen në lojra force ose manipulimi. Nëse e ndjen këtë, më mirë të tërhiqesh dhe të reflektosh sesa të përgjigjesh me të njëjtën monedhë. Ngjyrat me fat: blu dhe argjendi. Koha me fat: 10:30 deri 12. Këshilla e ditës: shfrytëzo orët e para të ditës për biseda të rëndësishme, për të kërkuar ndjes ose për të bërë paqe me dikë. Por ruaj qetësinë pas dite, sepse jo çdo sfidë ka nevojë për përgjigje të menjëhershme. Ndonjëherë, më shumë forcë ka heshtja se sa fjala. Demi, sot, komunikimi dhe mendimi yt ndikohet fuqishëm nga intuita dhe ëndrat. I dashur Dem. Ndërsa Merkuri lidhet në mënyrë harmonike me Neptunin, idetë vijnë natyrshëm dhe në mënyrë magjike. Ky është një tranzit që ndihmon në thellimin e imagjinatës dhe shprehjes krijuese, sidomos kur ke nevojë të shprehësh ndjenja që zakonisht nuk arrin t'i thuash me fjalë. Bisedat me njerëzit më të afërt sot mund të jenë të mbushura me ndjeshmëri, mirëkuptim dhe frymëzim. Është dita e duhur për të çliruar veten nga mendimet që të rëndojnë, duke folur me dikë që të kupton, apo duke shkruar në një ditar për të kuptuar më qartë se çfarë po ndjen. Ndodh shpesh që, kur i themi me zë mendimet tona, kuptojmë diçka të re. Mbështetja që merr nga familja ose njerëzit e tu të brendshëm sot mund të jetë një faktor i rëndësishëm në vendimet që merr. Përkushtimi ndaj shtëpisë dhe të dashurve të tu është një burim sigurie. Mirëpo, ndërsa dita avancon, ndikon edhe një aspekt tjetër më i vështirë: opozita mes Merkurit dhe Plutonit. Kjo mund të sjellë ngërçe mendore, mosmarrëveshje që bëhen të lodhshme, ose ndjenja të brendshme që të mundin. Mund të ndihesh sikur dikush po të sfidon me fjalë apo po përpiqet të kontrollojë rrjedhën e bisedës. Mos lejo që një debat i vogël të bëhet një betejë e madhe. Shfrytëzo qetësinë dhe vetdijen që të jep pjesa e parë e ditës për të ruajtur ekuilibrin tënd. Ngjyrat me fat: jeshile, ulliri dhe bezh. Koha me fat: 0 deri 11:45 paradite. Këshilla e ditës: flit, shprehu dhe ndaj mendimet e tua, por mos u kap pas fjalëve që të thonë të tjerët. Sot është një ditë ku ndjeshmëria është e fortë dhe ndihmon shumë, por gjithashtu kërkon maturi kur energjitë bëhen të tensionuara. Ruaje paqen mendore. Binjakët, sot, i dashur binjak, mendimet dhe mënyra se si komunikon janë më të buta, më krijuese dhe më tërheqëse se zakonisht. Kjo vjen falë ndikimit të favorshëm të planetit tënd udhëheqës, Merkurit, në harmoni me Neptunin. Kjo lidhje të jep një mënyrë të re për të parë situatat me më shumë qetësi dhe optimizëm. Idealet e tua marrin jetë dhe ti ndihesh më i lidhur me anën tënde shpirtërore. Ka shumë gjasa që sot të jesh më bujar me ndihmën, mbështetjen apo shërbimet që u ofron të tjerëve, pa e ndier si barë. Marrëdhëniet me miq, bashkëpunëtorët apo rrjetin tënd social mund të sjellin surpriza të bukura, takime rastësore me ndikim të madh ose biseda frymëzuese që të ndezin mendjen dhe zemrën.
Nëse ka pasur ndonjë tension apo ftoje me ndonjë të njohur, sot është dita ideale për të bërë rregullime dhe për të shëruar komunikimin. Për më tepër, je shumë më i ndjeshëm ndaj atmosferës përreth dhe kupton më shpejt se zakonisht se çfarë të thonë të tjerët, edhe kur nuk flasin hapur. Shkruajtja është veçanërisht e favorizuar sot, sidomos nëse do të shprehësh ndjenjat që ke ndaj dikujt, ose nëse merresh me promovim, marketing apo publikime. Gjërat e zakonshme mund të duken të mërzitshme sot, ndaj kërko diçka ndryshe, më kreative ose shpirtërore për të marrë. Megjithatë, ndërsa dita avancon, një opozit mes Merkurit dhe Plutonit mund të sjellë disa shqetësime mendore. Mendimet e tepërta, ndjesia se po humb vëmendjen apo admirimin e dikujt, ose frika nga ndryshimet e mëdha mund të turbullojnë. Kujdes me kokëfortësinë, ndonjëherë mbajtja me çdo kusht e një ideje mund të pengojë të ecësh përpara. Lësho dhe beso në rrjedhën e ngjarjeve, ngjyrat me fat, blu e thellë dhe vjollc, koha me fat, 13 deri 16, këshilla e ditës, lejoje veten të shprehesh lirshëm dhe pa frikë. Fjalët kanë fuqi, sot ato mund të shërojnë, të lidhin dhe të frymëzojnë. Mos i nënvlerëso ndjenjat që ke për brenda. Gaforja, sot, e dashur gafore, njerëzit të afrohen në mënyra të qeta, gati të padukshme, duke ndjerë energjinë tënde të butë dhe tërheqëse. Ndërsa Merkuri lidhet në mënyrë harmonike me Neptunin, ti shfaqesh në versionin tënd më të mirë kur i qasesh botës me butësi, empati dhe besim të brendshëm. Mund të mos kesh gjithmonë një plan të saktë për çdo gjë, por thjesht duke besuar në rrugën tënde dhe duke ndjekur intuitën, ndihesh më i mbështetur dhe i përmbushur sot, edhe një hap i vogël drejt ëndrave të tua, qoftë edhe vetëm në mendje ose në letër, do të sjellë kënaqësi dhe do të jap ndjenjën e progresit. Energjia e ditës është ideale për të punuar mbi imazhin tënd profesional. Për të gjetur zgjidhje të reja krijuese në punë, apo për të menduar mënyra të reja për të fituar para. Ti je shumë imagjinativ sot dhe kjo të ndihmon të bësh përmirësime të mençura në rutinën tënde, punën apo imazhin që paraqet në publik. Ndjeshmëria jote e lindur kombinohet sot me një intuit të thellë për drejtimin që po merr jeta jote. Mund të ndjesh një lidhje më të thellë me qëllimet e tua, si personale ashtu edhe materiale. Mund të kesh ide të papritura, por të dobishme për projekte afatgjata. Gjithashtu, aktet e bujarisë apo ndihmës për të tjerët në punë mund të përmirësojnë ndjeshëm reputacionin tënd. Megjithatë, ndërsa dita kalon, ndikimi i opozitës ndërmjet Merkurit dhe Plutonit mund të sjellë disa tensione mendore apo diskutime të vështira. Disa pasiguri mund të ngrihen, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet e ngushta apo pushtetin në komunikim. Ndoshta do të ndjesh që dikush po të sfidon, ose do të përballesh me një të vërtetë që nuk është aq komode. Mëso të lëshosh kontrollin aty ku është e nevojshme dhe mos u trem nga transformimi, ai mund të jetë çelësi i rritjes sate, ngjyrat me fat, bardhë dhe blu e qetë, koha me fat, 11, 50 deri 14, këshilla e ditës. Mos nënvlerëso fuqinë e një zemre të hapur dhe një fjale të butë. Sot mund të përmirësosh. Luani, sot, i dashur Luan, je i përqendruar në rritjen personale dhe përmirësimin e vetes. Ke një dëshirë të fortë për të mësuar, për të reflektuar dhe për të ndjekur ide të mëdha. Mendimet e tua janë të hapura, të ndriçuara dhe të udhëhequra nga një ndjenjë e brendshme frymëzimi. Merkuri në harmoni me Neptunin të ndihmon të shprehësh me lehtësi edhe idetë më abstrakte apo të ndërlikuara, dhe kjo të bën më të afërt dhe më të kuptueshëm për të tjerët. Nëse je duke punuar në ndonjë projekt krijues, komunikues apo artistik, ky është momenti yt për të shkëlqyer. Shprehja e ndjenjave dhe mendimeve në mënyrë autentike dhe e ndjeshme mund të sjellë admirues të rinj apo të forcojë lidhjet ekzistuese. Je në gjendje të frymëzosh të tjerët me entuziazmin dhe qartësinë tënde mendore. Madje edhe një bisedë e zakonshme sot mund të kthehet në një shkëndij që ndes ide të reja e transformuese. Kreativiteti yt është në kulm. Mënyra se si kombinon fjalët, ngjyrat, ndjesitë dhe vizionin është frymëzuese. Nëse ke ndonjë barë emocionale, kjo është dita e duhur për ta lënë pas, edhe vetëm duke e shprehur me fjalë apo përmes artit.
Do ndihesh më i lehtësuar, më i qetë dhe më i qartë në rrugën që ke përpara. Megjithatë, ndërsa dita avancon, opozita mes Merkurit dhe Plutonit mund të sjellë disa tensione të brendshme apo përballje mendimesh me të tjerët. Mund të ndjesh një lloj presioni për të vërtetuar idetë tua apo për të ruajtur autoritetin në një situatë. Këto ndjenja janë të vlefshme, por përpiqu të mos e shtysh shumë veten, lejo kohën dhe qetësinë të tregojnë rrugën. Mënyra si i përballon sfidat sot do të përcaktoj sa larg do të shkojë rritja jote nesër. Gama e ngjyrave me fat për sot: e ardhë dhe vjollës, koha me fat, 09 deri 13:10, këshilla e ditës: hap mendjen dhe zemrën për ide të reja. Inspirimi nuk është vetëm për të tjerët, është edhe për ty. Virgjëresha, sot, mendja jote është e hapur ndaj një ideje apo koncepti që më parë mund ta kesh anashkaluar. Është një ditë e bukur për të reflektuar thellë dhe për të ndarë mendimet apo përvojat e tua me të tjerët në një mënyrë të sinqertë dhe frymëzuese. Kur je autentike dhe e natyrshme, krijon hapësirë që edhe të tjerët të hapen dhe të ndihen të kuptuar pranë teje. Bisedat që zhvillohen sot mund të jenë më të thella dhe më të bukura se zakonisht. Nëse ke pasur ndonjë mosmarrëveshje apo distancë emocionale me dikë, kjo është dita e duhur për ta zbutur atmosferën dhe për të sjellë paqe në marrëdhënie. Merkuri në harmoni me Neptunin të ndihmon të bashkosh logjikën dhe krijimtarinë për të zgjidhur edhe situatat më të ndërlikuara me qetësi dhe mençuri. Energjia që ke sot është ideale për projekte personale, sidomos ato që i zhvillon në heshtje, larg zhurmës e shpërqendrimeve. Mund të kesh një ndriçim të papritur lidhur me një çështje që të ka shqetësuar kohët e fundit. Kjo qartësi mendore mund të japë shtysën që të nisësh diçka të re, të kthesh një faqe apo të vendosësh një drejtim të ri më të përmbushur. Për më tepër, dikush mund të shprehë besim ndaj teje. Ndoshta një mik apo një koleg që kërkon këshillën tënde apo ndan diçka personale. Kjo tregon respektin dhe sigurinë që të tjerët ndjejnë në praninë tënde. Ndërkohë, edhe ti vetë ke më shumë besim në ëndrat dhe potencialin tënd. Gjë që të motivon për të ndjekur me përkushtim një projekt apo një ide që ta ndriçon shpirtin. Ngjyrat me fat për sot: bezh dhe blu. Koha me fat: 08:15 deri 12:00. Këshilla e ditës: mos i nënvlerëso mendimet dhe ndjesitë që të vinë sot, ato kanë një thellësi të veçantë. Bëhu e butë me veten, zgjidh me urtësi dhe mos harro se forca e vërtet qëndron te qartësia e brendshme. Peshorja, këndvështrimi yt po ndryshon në një mënyrë shumë pozitive, e dashur peshore, dhe ky ndryshim të sjellë ndjesinë e lehtësisë dhe të hapjes së mendjes. Sot do ta kesh më të lehtë të lësh pas shqetësimet dhe të shijosh momentin, fal harmonisë mes Merkurit dhe Neptunit. Marrëdhëniet rrjedhin më natyrshëm dhe mbështetja nga të tjerët është më e ndjeshme se zakonisht. Shokët, rrjetet apo bashkëpunëtorët mund të jenë burim frymëzimi dhe mund të hapin dyert drejt eksperiencave të reja. Po ashtu, mund të lindë një dëshirë më e fortë për të investuar energji në projektet që të prekin zemrën apo në kauza që pasionohesh për to. Lidhjet emocionale mund të thellohen, veçanërisht nëse je e gatshme të pranosh dhe të kuptosh një këndvështrim të ri nga partneri apo një person i afërt. Kjo është një ditë ideale për të parë më gjerë, të shohësh ku je dhe ku do të shkosh, pa e kufizuar veten në detajet e zakonshme. Një ide e re që vjen nga një bisedë e papritur mund të ndesë imagjinatën tënde. Ëndrat kanë më shumë fuqi sot dhe nëse u jep hapësirë në mendjen tënde, mund të gjesh frymëzimin që të ka munguar, por ndërsa dita kalon, energjitë tensionohen disi për shkak të një opozite mes Merkurit dhe Plutonit. Mund të duhet të përballesh me ndonjë problem të vjetër që kërkon zgjidhje. Kujdes me fjalët dhe mos i impono mendimet e tua, dëgjo dhe reflekto, edhe nëse je e bindur që ke të drejtë. Ngjyrat me fat për sot: roz edhe e bardhë. Ora me fat: nga ora 10:15 deri në 12:00 paradite. Këshilla e ditës: mos ki frikë të shohësh të njëjtën situatë me sy të rinj. Hapja mendore sot mund të jetë çelësi për përmirësim në dashuri, në komunikim dhe në projektet personale. Akrepin, pak dhe mshuri sot mund të bëjë mrekulli, i dashur akrep.
Fal lidhjes së harmonishme mes Merkurit dhe Neptunit, instinktet e tua për të komunikuar në mënyrën e duhur janë jashtëzakonisht të forta, sidomos në raport me publikun apo kur bëhet fjalë për punën dhe reputacionin tënd. Fjalët që zgjedh sot mund të kenë peshë të madhe dhe të frymëzojnë të tjerët pa e kuptuar fare. Je në humor të ndjeshëm dhe estetik, tërhiqesh nga bukuria, arti dhe ndjeshmëria, dhe kjo mund të shfaqet si në mënyrën si e përjeton ditën, ashtu edhe në qëllimet që vendos për veten. Mund të ndërtosh plane që jo vetëm janë të realizueshme, por edhe të frymëzuara nga një dëshirë e thellë për t'i dhënë kuptim më të madh punës dhe suksesit tënd. Nëse ke një ëndër që e ke shtyrë në kohë, sot është dita ideale për t'i dhënë formë konkrete. Disa fjalë që thua mund të rezonojnë thellë me dikë tjetër dhe mund të hapin një rrugë të re bashkëpunimi apo admirimi. Ky është një moment i mirë për të riformuluar qëllimet e tua në jetë, duke u bazuar më shumë në ndjeshmëri dhe vizion. Megjithatë, ndërsa ora ecën, afrohet një tension i brendshëm, sidomos në komunikim, për shkak të opozitës mes Merkurit dhe Plutonit. Disa plagë të vjetra emocionale mund të dalin në sipërfaqe, ndoshta përmes një bisede të thjeshtë. Mund të ndihesh i keq kuptuar apo të jesh tepër i ngarkuar mendërisht. Kujdes me mënyrën si i formulon fjalët, sepse një koment i pafajshëm mund të keq interpretohet. Ngjyrat me fat për sot: blu e errët, Leila. Ora me fat: nga ora 10:00 deri në 11:30 paradite, këshilla e ditës. Fjalët kanë fuqi, përdori me kujdes dhe ndjeshmëri, sepse mund të ndikosh më shumë se ç'mendon. Shigjetari, sot mund të kanalizosh imagjinatën tënde drejt diçkaje vërtet produktive, i dashur shigjetar. Je në gjendje të kombinosh logjikën me krijimtarinë në mënyrë të natyrshme, dhe kjo mund të sjellë përfitime në shumë fusha të jetës. Është një ditë e mirë për të ndarë ide, filozofi personale dhe për të pranuar këndvështrime të ndryshme nga të tuat. Energjitë e ditës favorizojnë ndarjen, komunikimin dhe të mësuarit. Mund të ndjesh dëshirën për të zbuluar një pjesë më të thellë apo personale të vetes, ose për të folur për diçka që më parë e ke mbajtur të fshehtë. Bisedat kanë potencial të jenë frymëzuese dhe ngushëlluese. Dhe meditimet e tua mund të çojnë drejt një kuptimi më të lartë për veten apo jetën. Mos e lër një ide të mirë të ikë, shpreh, shpërndaje ose ndërto diçka të veçantë prej saj. Ndikimi i Merkurit në harmoni me Neptunin mund të sjellë edhe një bisedë romantike që prek zemrën, apo të nxjisë ëndra dhe plane të mëdha në fushën e dashurisë. Megjithatë, ndërsa dita shkon drejt pasdites, mund të lindin tensione mendore apo frikë nga ndryshimet. Opozita e Merkurit me Plutonin mund të sjellë përplasje idesh apo të nxjerrë në sipërfaqe pasiguri të fshehura. Kujdes që të mos ngulësh këmbë me çdo kusht, rritja vjen kur i lejojmë vetes të dëgjojmë dhe të mësojmë. Ngjyrat me fat për sot: portokalli, blu qielli, bezh. Ora me fat: nga ora 10:15 deri në 12:00 paradite, këshilla e ditës. Idetë e mëdha kanë nevojë për guxim, shprehi me zemër të hapur, por mbaj mend të dëgjosh edhe çfarë të tjerët kanë për të thënë. Bricjapi, vetbesimi që ke sot, si dhe besimi në ëndrat apo planet e tua, mund të shërbejnë si nxitje e fuqishme për t'i vënë gjërat në lëvizje. I dashur Bricjap, është një ditë e mirë për të hyrë në kontakt me imagjinatën tënde dhe për ta lënë të udhëheqë, veçanërisht në çështjet që lidhen me familjen apo jetën në shtëpi. Marrëdhëniet intime kanë një energji të butë dhe të ndjeshme, sidomos nëse komunikimi është i hapur dhe ekziston gatishmëria për të kuptuar më thellë ndjenjat. Mund të arrish një mirëkuptim të rëndësishëm me dikë të afërt, dhe kjo do të bëjë të ndihesh më i fortë emocionalisht. Bisedat me familjar mund të jenë të ngrohta dhe plot mirëkuptim sot. Është momenti i duhur për të lënë pas një zakon të keq, një situatë të rënduar ose një qëndrim që nuk të shërben më. Kjo do të hapë derën për energji më të pastra dhe më pozitive në jetën tënde. Nga pasditja e tutje, energjia mendore rritet ndjeshëm, por mund të sjellë edhe tension. Opozita midis Merkurit dhe Plutonit mund të nxjerrë në pa kënaqësi të fshehura, veçanërisht nëse ka pasur çekuilibra apo heshtje të mbledhur në një marrëdhënie. Mos lejo që komunikimi të shndërrohet në garë, vendos vëmendjen në dëgjim të vërtetë dhe reflektim. Ngjyrat me fat për sot: e gjelbër ulliri, gri e lehtë. Ora me fat: nga ora 09:30 deri në 11:45 paradite,
Këshilla e ditës, fjalët kanë forcë, përdori për të shëruar, ndërtuar dhe liruar veten nga e kaluara. Ujori, energjitë e sotme të ftojnë të përqasësh marrëdhëniet me një frymë të re, i dashur ujor, duke lënë pas modelet e vjetra që nuk kanë funksionuar më parë. Ka gjasa që një lidhje e rëndësishme të përjetojë një përmirësim të lehtë, ndërsa ti ndihesh më i lirë për të shprehur anën tënde më kreative dhe tërheqëse. Bisedat dhe ndërveprimet janë më spontane dhe plot imagjinav. Mënyra se si po komunikon idetë dhe ndjenjat është më e rrjedhshme, dhe kjo ndihmon në ndërtimin e një klime mirëkuptimi me të tjerët. Disa njerëz rreth teje mund të frymëzojnë për të menduar më thellë, më ndryshe dhe me më shumë ngjyrë. Në fakt, duket sikur të tjerët kuptojnë edhe nuancat më të holla të mesazheve që po përpiqesh të përcjellësh. Kjo është një ditë e mirë për marrëveshje të ndërsjella apo për të vendosur bazat e një bashkëpunimi të frytshëm. Megjithatë, ndërsa dita avancon, mund të ndjesh një farë tensioni që ngrihet. Me Merkurin që hyn në opozit me Plutonin në shenjën tënde, dikush mund të shtyp butonat e ndjeshëm të brendshëm dhe të ndesë një luftë të heshtur pushteti, në vend që të tërhiqesh në një përplasje mendimesh. Merr frymë thellë dhe përpiqu të kuptosh burimin e tensionit. Ndonjëherë, më shumë se të bindësh tjetrin, nevojitet të dëgjosh veten. Ngjyrat me fat për sot: blu e errët, argjend, besh e ngrohtë. Ora me fat: nga ora 10:15 deri në 12:00 paradite. Këshilla e ditës: zgjuarësia jote qëndron në aftësinë për të parë përtej fjalëve. Shiko edhe atë që nuk thuhet. Peshqit, 28 qershor 2025, me Merkurin dhe Neptunin që bashkëpunojnë në mënyrë harmonike sot, i dashur peshk, intuita jote është udhërrëfyesi më i besueshëm. Në vend që të përpiqesh të analizosh çdo detaj logjikisht, beso ndjesive të tua të brendshme, ato do të çojnë në drejtimin e duhur. Mund të shfaqet informacion i dobishëm rreth shëndetit, parave apo punës, duke të dhënë një ndihmë të papritur në rrugën tënde. Kjo është një ditë ku kreativiteti dhe prakticiteti punojnë dorë për dore. Mund të gjesh mënyra për të zbukuruar projektet me detaje konkrete që i japin formë dhe vlerë. Komunikimi rrjedh natyrshëm dhe idetë që të vinë sot janë të veçanta. Ndryshe nga zakonisht, plot ngjyra dhe imagjinav. Mund të arrish njerëzit me një mënyrë të re, të papritur, por shumë të këndshme. Ka gjasa që t'i japësh një projekt pune apo një ideje biznesi një kthes origjinale që bie në sy dhe frymëzon. Edhe marrëdhëniet e ngushta marrin dritë pozitive sot, një mirëkuptim i papritur apo një ndjesi e përbashkët mund të thellojë lidhjen. Por, ndërsa dita përparon, mund të ndjesh që mendimet nisin të turbullohen. Me opozitën Merkur-Pluton, disa ndjesi ankthi apo faji mund të ngrihen nga ndërgjegja dhe të shqetësojnë përkohësisht. Mos i lejo këto valë të fshehta të largojnë nga rruga jote, pranoje ndjesinë. Kuptoje dhe më pas vazhdo përpara me qartësi të re. Ngjyrat me fat për sot: lejla e butë, blu qielli. Ora me fat: nga ora 10:15 deri në 12:00 paradite. Këshilla e ditës: shpesh udhëzimet më të sakta nuk gjenden në fjalë, por në heshtje. Dëgjo zemrën.